sot, rreth 2 muaj nga dita e parë që ka filluar punimet në tokën e rrjollorëve. Rrjollorët vazhdojnë të rezistojnë dhe do të rezistojnë çdo ditë mbrojtjen e tokës tyne. Na sot mund t'jena më pak për arsye sepse gjykata e Shkodrës na ka ndaluar disa prej protestuesve kryesor që mos vinë protestë, por ne do bashkohena çdo ditë më shumë, do jena çdo ditë më të fortë. Një gjë shumë interesante që du me komuniku me gjithashtu se resorti po ndërtohet në mbrojtjen e forcave të policisë. Siç e shikoni gjithë, fugona pafund, forca policore pafund. Jam kurioze shitjen si ka menu Blueborg me bë. Prapë do me shit me polici, sepse nuk do ketë shqiptar që do vinë dhe do blejnë në një pronë me konflikt. Nuk do ketë investitor që do vinë dhe do blejnë në një pronë me konflikt. Ashtë sigurt, ashtë krejt e qartë që na jena në drejtën tonë. Drejtësia do flasin dhe do na japin të drejtën, do na japin pronën tonë. Pastaj me ka do merren vesh blerësit. Ndaj kam një thirrje shumë të fortë për gjithë investitorët, për gjithë blerësit, të mos blejnë asnjë pronë në rrjoll. Gjitha dokumentat që sot posejdohen në gjithë zonën e rrjollit janë të falsifikuar. Jena në procese gjyqësore pafund, gjithë fshati i rrjollit. Drejtësia do flasin dhe do japin pronën tek i Zoti. Ndaj të gjithë ata që duan me investu, duan me ble, të mendohen mirë, sepse janë të bletët njerëz me dokumenta falso. Janë të bletë njerëz që nuk kanë letra për këtë pronë origjinale, njerëz që kanë falsifiku, kanë tentu me plaçkit pronën fshatarëve. Ndaj është një thirrje shumë e madhe, mos i çoni lekët e juaja dam, se do keni probleme nesër kur pronat dalin e jona. Kompania që po ndërton duhet jetë koshente që kjo pronë ka për dalë të pronarët e vërtet dhe nuk duhet i shtypin e t'i kesh trajtojnë në këtë mënyrë. Duhet gjejnë mënyrë për më ardhë me komuniku me ne, me gjetë një mundësi marrëveshje. Nuk është kjo mënyra për më ndërtuar për më zhvillu. Një investitor strategjik nuk vjen me pushtu, vjen me zhvillu. Kjo nuk është zhvillim. Leftatat që t'i bajnë në faqen zyrtare patronazhistas dhe kompanisë tane nuk është realiteti. Realiteti është kjo që shef këtu. Janë mira shqiptarë që na mbështesin e na përkrahin, sepse kanë të njëjtin problem si na. Shqiptarët janë të kalbur prej vitesh nga ky sistem drejtësie, nga këto probleme me pronat. Ndaj të gjithë e dinë që na kena të drejtë dhe jena në drejtën tonë. Drejtësia të flasin dhe atë ditë kur drejtësia të flasin mund të shiten pronat, jo sot që janë procese gjyqësore. Resorti do ashtu ndërtu me polici, por nuk mund të shitet me polici. Nuk do vi njeri këtu me ble kur t'i thamë zotnia toka jame, kuj ka letrat falso.